Këto ishin qëndrimet e bëra publike sot nga faktorë të rëndësishëm, si kreu i maggjorancës, lideri i opozitës apo ambasadori amerikan i akredituar në vendin tonë, lidhur me votimin e 6 gushtit, ku pritet që një draft për heqjen apo kufizimin e imunitetit kalojë në kuvendin e Shqipërisë. Për Partinë Socialiste do duhej një reformë plot kushtetuese dhe jo e pjesshme për të mos përsëritur gabimet e ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, ndërsa për maggjorancën, votimi për heqjen apo kufizimin e imunitetit si një masë konkrete për luftën kundër korrupsionit arrin edhe përmbushjen e një prej rekomandimeve të rëndësishme buruar nga marrëveshja politike nëntore të vitit kaluar për marrjen e statusit vendit kandidat. Edhe për ndërkombëtarët është e rëndësishme të niset me imunitetin dhe më pas, patjetër që Shqipëria do duhet të bëjë një diskutim shumë të madh lidhur me reformën në drejtësi. Kjo përbën një ndër ngjarjet kryesore politike të ditës, sepse reforma në drejtësi është ende pa mbaruar, por ka edhe një reformë tjetër që sapo ka përfunduar ajo zgjedhore për të diskutuar për këtë aktualitet politik. Në studio kam ftuar një ndër politikanët më të njohur të së majtës shqiptare, sot deputet në Kuvendin e Shqipërisë, zoti Kastrioti Islami. Mbrëma, zoti Islami. E ndishni, patjetër diskutimin e rëndësishëm në kuadër të qasjes që ka politika shqiptare për heqjen apo kufizimin e imuniteteve. Si po adresohet ky debat? Mendoj se ka 3 plane të zhvillimit të këtij debati. Plani i parë është ai i përhershëm i taktikave politike që kanë palët, që në një vend demokratik është normal, po këtu tek ne është paksa i egzageruar, për të mos thënë shumë, sepse edhe historitë e taktive politike lidhen me xhelozi, kush e futi i pari variantin me kushtetut, apo mos jetë data 6 gusht, sepse do ta zgjeroj me ca element tjerë. Pra duket që janë taktika politike paksa të panatyrshme për një vend demokratik, ndërkohë që nuk mund të shmangesh debatit politik, kur bëhet fjalë për një çështje që është relativisht e thjeshtë në kuptimin që ka dhe një asistencë ndërkombëtare, ka një model ndërkombëtar dhe të gjithë palët po ta shikosh në thelb bien dakord për kufizimin e mandatit. Plani i dytë i debatit është një plan, do të thoja, që ka krijuar një perceptim fatkeqësisht për opozitën që ka një paranojë sikur me heqjen ose më saktë me kufizimin e imunitetit do të fillojnë arrestimet politike kështu me radhë dhe nga ana tjetër krijon perceptimin që opozita po përgatitet më shumë për humje se sa për fitoren e zgjedhjeve të ardhshme, sepse mendon se si duhet të balancojë institucionet, meqenëse në opozitë ka shumë vështirë që t'i balancojë këto institucione, duke kërkuar 3/5 për këtë institucione shumë e radhë. Pra bëhet fjalë flet nga këndvështrimi i pakicës. Domethënë flet nga një këndvështrim i një pakice që me sa duket në psikologjinë e thellë për shkak të mungesës së një opsioni ose një projekti politik, mendohet se do të zgjerohet edhe pas vitit 2013. Me drejt disa nga personazhet jo të Partisë Socialiste, po jashtë që janë mbajtur edhe për qëndrime paksa radikale, thonë nuk e kuptojmë nëse Partia Socialiste nuk ka frikë nga korrupsioni, pra çfarë lidhje kanë leadershipi i saj ose personat nga korrupsioni dhe nëse mendojnë se do fitojnë 2013, përse duhet të ngurtësojnë gjithë këtë proces për imunitetin, domethënë me të tilla kërkesa. Plani i tretë është një plan që zhvillohet si gjithmonë, një plan profesional dhe mua më erdhi mirë edhe në atë diskutimin që u bë në Këshillin e Legjislacionit të Kombit. Po, kishte një pjesë të cilët mbasi e kuptuan që duhej kanalizuar debati dhe diskutimin në aspektin profesional, sepse ndodhet përballë publikut dhe përballë ekspertëve ndërkombëtar dhe ekspertëve vendas, të cilët përveç deputetëve, por sidomos pjesa e ekspertizës ndërkombëtare dhe vendase u fokusua në aspektin teknik dhe profesional të imunitetit, i cili dashje pa dashje është në koherencë plot me atë debat dhe diskutim që bëhet edhe në vende të tjera. Dhe kur realisht u bën të gjithë pyetjet e mundshme. Sigurisht u bën të gjitha pyetjet e mundshme. U dilutua i gjithë dyshimi. Kishte edhe pyetje, domethënë direkte dhe pyetje me të vërtetë profesionale, kishte edhe pyetje provokative, sepse shpeshherë donin të merrnin nëpërmjet pyetjeve provokative cili opsion është më afër standardit ndërkombëtar etj. Tipike shqiptare, domethënë, dhe sidomos nga deputet
pa shumë eksperiencë parlamentin shqiptar, kujtoj se kur i bën një pyetje provokative, do marrësh një përgjigje direkte dhe me këtë përgjigje direkte që merr nga ekspertiza ndërkombëtare do mundësh kundërshtarin tënd politik, ndërkohë që në eksperiencën time, por edhe aty u pa, që shpeshherë kur ti kërkon një gjë më shumë se sa është takon, shpeshherë merr një grush në fytyrë në drejtimin që ti nuk e pret. Por konkluzioni është ky. Pra, modeli modern i imunitetit kërkon që imuniteti të kufizohet. Ka dy elemente imuniteti, ka atë të papërgjegjshmërisë, pra ti nuk mban përgjegjësi për opinionet e tua në parlament dhe për votën e shprehur, ose kur je gjykatës për vendimarrjet e tua në parlament, pa kur ti je në funksionin tënd si parlamentar, dhe kjo pjesë nuk preket. Është një pjesë tjetër e pacënueshmërisë, e cila lidhet me hetimin, kontrollin e shtëpisë dhe me arrestimin. Kjo pjesë është e kufizuar sepse tendenca me konceptin modern të imunitetit është që edhe figurat e larta, pra zyrtarët e lartë ku janë deputetët, gjyqtarët e tjerë, drejtuesit e institucioneve, të jenë përpara ligjit ashtu si gjithë qytetarët e tjerë. Dhe ky koncept është zhvilluar me kalimin e kohës sepse mendohet që si thua demokracia dhe sistemi i drejtësisë në këto vende dhe për të marrë dhe mbështetjen e publikut është në atë nivel që duhet si thua të trajtohen në mënyrë të barabartë. Dhe po të bësh një analizë racionale, do të thënë kalimi në këtë opsion është i natyrshëm, do të thoja unë, është i natyrshëm, kurse brenda konceptit të kufizimit të pacënueshmërisë, pra të këtyre tre elementeve, ka dhe dy modele. Është një model i përqafuar nga ana e majorancës, është modeli i propozuar nga Paka dhe Euralius. Këtu, nga pikpamja e taktikës politike, majoranca dhe në veçantë zoti Berisha janë treguar, si thua, më të shpejt dhe më të suksesshëm, kanë kapur kartën maksimale që mendohet se do të luftohet korrupsioni, dhe i kanë thënë opozitës, ju deri tani ishit para nesh, bët propozimin për ndryshime në kushtetutë e tjera, por ne kapëm këtë kartë, e janë të bëjmë marrëveshjen dhe të bëjmë dakord për këtë propozim që ka propozuar Paka dhe Euralius. Nga ana tjetër, opsioni i opozitës është një opsion paksa, le të themi, më pak radikal se sa opsioni i majorancës, në kuptimin e luftës kundër korrupsionit, pra opsioni i majorancës e lufton në mënyrë më radikale të themi, ose është një bazë më e mirë, sepse lufta kundër korrupsionit është shumë më e gjerë se sa çështja e imunitetit. Dhe opsioni i opozitës prapë është një opsion në përputhje dhe në linjë me konceptin modern të imunitetit. Pra janë dy opsione? Janë dy opsione, u tha aty dhe nga gjitha ekspertiza ndërkombëtare, në mënyrë të unifikuar, janë dy opsione që janë përputhje me standardet ndërkombëtare. Dhe e tha dhe shumë përfaqësues institucionet të votit, në mënyrë të veçantë prokuroria e përgjithshme, që pjesa më e rëndësishme është lejimi i hetimit. Pra, dhe këtu është me të vërtet kufizimi i imunitetit. Pra hetim momentin që ka... Në momentin që ka një indikacion, atëherë mund të ndërtohet i gjithë hetimi edhe për zyrtarët e lartë, po ashtu siç ndodh me qytetarët e thjeshtë, dhe në këtë kuptim është hapur një dritë jeshile për të çuar zyrtarët e lartë tek barazia ose tek trajtimi i njëjtë ashtu siç ndodh me qytetarët e tjerë. Sepse ne e dimë se çfarë ka ndodhur deri më sot kur prokuroria e ka pranuar dhe vetë që ka patur pamundur për të zhvilluar hetimet për shkak se imuniteti ka qenë pikërisht pengesa. Aty nuk u dha asnjë shembull, nuk u dha asnjë lloj shembulli. Por nga prokuroria është pretenduar. Mirë, nga prokuroria në mënyrë implicite ndoshta, por në mënyrë eksplicite se u bë kjo pyetje prokurores së përgjithshme, pra ajo në mënyrë implicite tregoj që ne sa herë që kemi pasur nevojë, domethënë kemi ardhur në parlament dhe kemi kërkuar të drejtën për vazhdimin e hetimeve, por në fakt mungesa e kryes hetimit dhe sigurimit provës kështu me radhë, kur ti kërkon një leje, domethënë e komplikon situatën dhe kjo prandaj domethënë për prokurorinë e përgjithshme ky është elementi kryesor, kurse kalimi në kontrollin e shtëpisë apo në arrestim, domethënë është një fazë tjetër ku palët ndahen, dallimi nuk është shumë i madh, domethënë sepse në modelin e Partisë Demokratike thohet që kjo ndodh në momentin që kërkohet, domethënë vjet në dieni parlamentit dhe parlamenti duhet të japë për arrestimin, kurse
modeli Partisë Socialiste... Kërkon përsëri një autorizim... Një autorizim para prag, se sa të kryet ky veprim. Zoti Islami, ju duke ka një hapësirë, do thoja unë, hapësirë e rekuperueshme apo jo rekuperueshme deri në datën 6 gusht, për të shkuar me një draft konsensual që reflekton pretendimet e palëve dhe për ta votuar. Gjithnjë, nëse Partia Socialiste i mbetet vetëm një draft dhe jo tjetrit, i cili kërkon edhe një reformë më të gjerë kushtetuese. Pra, nëse do të merrnim këto dy drafte, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, ju duken hapësirat kapërcyeshme? Unë do jem shumë si thosh eksplicit dhe i qartë në këtë që do them, mendoj për vetë faktin që ka 10 vjet që diskutohet çështja e imunitetit. Dhe aty u tha dhe nga ekspertiza ndërkombëtare nuk ka pse përzihet apo çiftohet çështja e imunitetit me çështje të tjera. Pra, duhet zgjidhur kjo çështje në mënyrë totalisht të veçantë, domethënë dhe të papërzierë me çështjet e tjera. Dhe unë bëj pjesë në atë grup njerëzish ose deputetësh që mendojnë se janë të gjitha mundësitë që kjo të lidhet dhe nuk ka pse të kondicionohet me reformën në përgjithësi apo me çështje të tjera. Natyrisht, unë mendoj që pra nuk duhet të bëhet diskutimi për çështjet e tjera pengesë për të mbyllur në datën 6 gusht çështjen e imunitetit, po ashtu siç përmbyllja si thua e kësaj çështje të imunitetit nuk ka përse bëhet pengesë ose të përmbyll debatin tjetër për gjithë reformën në drejtësi. Dhe te reforma në drejtësi ka pjesë që edhe këtu duhet të jem shumë eksplicit, ka pjesë që janë të debatueshme dhe do të ketë një ekspertizë ndërkombëtare dhe ka edhe një pjesë që bëhet fjalë që të bëhet emërimi i drejtuesve të disa institucione me shumicë të cilësuar. Mendoj se kjo... Kryeministri ka cilësuar këtë një kushtetut të shundimit të pakicës që kërkon të vendosë Edi Rama. Ndërsa krye socialist nga ana tjetër e ka argumentuar me disa element. E para, që nga momenti i zgjedhjes së presidentit për njohurinë e institucioneve sipas tij, për faktin që jemi një vit larg zgjedhjeve të përgjithshme dhe ky imunitet mund shndrohet në një mekanizëm të luftës ndaj deputetëve të opozitës, dhe për faktin tjetër që problemi në Shqipëri nuk është imuniteti ligjor, pa ai ekstraligjor. Përballë këtyre dy qëndrimeve, e vërteta sipas zotit Islami. Domethënë, në radh parë zoti Rama, por jo vetëm ai, por gjithë ata që këshillojnë zotin Rama apo të gjithë ata që bashkëpunojnë me zotin Rama aktualisht e dinë që në vitin 2008 kur janë bërë ndryshimet kushtetuese që presidenti mund zgjidhet edhe në raundin e 4 me 71 vota. Pra do të zgjidhet me një majorancë, le të themi politike ose me majorancën qeverise, sepse mund të jetë një koalicion partish. Dhe kjo gjë dihej qysh në atë moment, dhe në qoftë se do të ishte ky shqetësim në atë moment, atëherë nuk duhet hequr as mënyra e zgjedhjes presidentit me 3/5 me majorancë cilësuar, dhe në qoftë se do të pranojë zgjedhja e presidentit në raundin e 4 me 71 vota, duhet kërkuar që në atë kohë balancimi për zgjedhjen e institucioneve të tjera. Pra kjo nuk është një gjë që ka lindur sot dhe nuk mund të kalohet kaq lehtë, duke thënë që unë kërkoj falje për atë ndryshim në atë kohë, sepse në atë kohë me të vërtet mund të jetë bërë pak e shpejt reforma kushtetuese për një pjesë të publikut, por për ekspertizën e Partisë Socialiste, dhe është e njëjta ekspertizë që është edhe sot pranë Partisë Socialiste, dhe konsultimi që mund bërë me konstitucionalizëm. Ju keni qenë pranë kësaj ekspertize në vitin 2008 zotë Islami? Unë kam qenë, se kam thënë disa herë, unë kam qenë në pjesën që është ndërtuar sistemi zgjedhor. Pra, deri në momentin kur është ndërtuar dhe konceptuar... Pra, prekja e kushtetutës për çështjen e sistemit. Sistemi zgjedhor, kurse gjithë pjesa tjetër që lidhet me kodin zgjedhor dhe me gjithë ndryshimet e tjera kushtetuese, ai është bërë nga Departamenti ligjor i Partisë Socialiste, i cili ka bërë të gjithë analizën dhe gjithë projektimin e ndryshimeve kushtetuese që ndodhen në vitin 2008. Pra, unë duke mos qenë dhe jurist dhe duke drejtuar departamentin elektoral në atë kohë, jam marrë vetëm me çështjen e sistemit zgjedhor. Çfarë ka ndryshuar nga filozofia e asaj kohe për të bërë ato ndryshime me filozofinë e tanishme? Mua më duket e gjitha kjo një alibi, sepse kjo gjë nuk do të ndodhi për faktin sepse kryetari i majorancës, kryeministri zoti Berisha shprehur qartë që unë nuk mund të pranoj, domethënë, emërimin e institucioneve me 3/5, sepse do të ndodhte që ose të bllokohej emërimi i drejtuesit të institucioneve, ose të ndodhte siç ndodhi me rastin e ombudsmanit, që për një kohë gjatë, domethënë, këto institucionet ishin pa drejtues. Sepse në Shqipëri shpeshherë
qëllimi mund të jetë i mirë për të emëruar me majorancë të cilësuar drejtues të institucioneve, po kjo kthehet shpeshherë në bllokim apo në lënie bosh të vendeve për drejtimin e institucioneve të rëndësishme kushtetuese. Pra keq përdoret e majoranca e cilësuar ose që në popull njihet konsensusi. Më të vërtetë është mirë të bëhen me konsensus, por shpeshherë kur ti e keq përdor konsensus, ai kthehet në të kundërt dhe bëhet bllokues. Dëgjova edhe një argument në atë seancën dëgjimore që thanë që nëse prokurori emërohet tani nga kjo majorancë, prokurori, si thosh, do ta ketë mirë me majorancën dhe do ta ketë keq me opozitën. Ne kërkojmë që ky të zgjidhet dhe nga majoranca dhe nga opozita. Pra kërkojmë, le të bëjmë një analizë, le të ekstrapolojmë këtë lloj mentaliteti të gabuar. Pra nëse ky do u zgjidh nga të dy palët, atëherë do e ketë mirë me dy palët dhe nuk do arrit Në fakt, kjo ka qenë filozofia e sistemit bipartizan që kemi ngritur, do me thënë duam apo nuk duam... Unë nuk mendoj kështu, do me thënë në qoftë se... Një sistem rojesh më shumë se sa... Pra, në qoftë se jemi në këtë sistem që jemi dhe caktohet një drejtues i një institucioni, natyrisht ai ka ligjin të cilin ai duhet ta zbatojë dhe nuk lidhet me faktin që meqense ai emërohet nga njëra palë, do sulmojë palën kundërshtare dhe do mbrojë palën e vet, ose nëse zgjedhet nga dy palët nuk do sulmoj asnjërin palë. Kështu që më duket një analizë mediokre dhe naive. Po çfarë arsye bëhet nga Partia Socialiste? Zoti Rama her pas here përmend konteksti shumë i rëndësishëm në cilin ndodhemi një vit larg zgjedhjeve dhe në një kohë kur ndaj deputetëve të Partisë Socialiste, anëtarëve të kryesisë së saj ka gjyqje dhe sjellja e gjykatave ndaj tyre tashmë është e njohur. Pra është e qartë që opozita është në kushtet e kërkimit të garancisë maksimale në një pushtet që sipas zotit Rama ka përqendruar edhe krerët e institucioneve pavarura në dorën e tij. Nga kjo pikpamje konteksti është shumë i rëndësishëm. Unë nuk mendoj që çështja e imunitetit e zgjidh këtë lloj paranoje që ekziston në Partinë Socialiste, në një pjesë shumë të vogël të drejtuesve të Partisë Socialiste, apo njerëzve rreth drejtuesve të Partisë Socialiste, nuk mendoj se e zgjidh këtë gjë, sepse le të bëjmë një analizë racionale. Supozojmë se kërkohet të arrestohet ose të penalizohet një drejtues i lartë i Partisë Socialiste. Në qoftë se do kishin prokurorin po me të njëjtin sistem siç ishte më parë, pra në qoftë se ishte vendosur Bamir Topi, numri 2 i Partisë Demokratike, dhe ai emëroi një prokurore pra me majorancën e asaj kohe, dhe në qoftë se ai do sillte prokuroria do të sillte heqjen e imunitetit të një drejtuesi të lartë Partisë Socialiste, majoranca ai kishte votat për të hequr imunitetin dhe nuk kishte asnjë lloj mënyre për ta mbrojtur qoftë në sistemin e mëparshëm. Pra, nuk mendoj se heqja e imunitetit tani e zgjidh këtë problem ose ekspozon opozitën. Absolutisht. Nuk mendoj, kjo është më tepër ka dy plane, ose ka një plan paranojak, domethënë që nuk dua ta besoj, por perceptimi në publik ose në një pjesë publikut është i tillë, ose pastaj është një alibi, një lojë për ta zvaritur këtë çështjen e imunitetit. Pse? Për çfarë arsye? Nuk dua të thoja mendimin që edhe ky ekziston si perceptim që kërkohet të bllokohet çështja e marrjes së statusit vendit kandidat. Ambasadori amerikan tha diçka, domethënë që besoj edhe publiku shqiptar u habit pak kur tha që unë mendoja se kisha humbur bastin me vetveten për përfundimin e reformës zgjedhore. Pra, domethënë ka arritur puna deri aty, domethënë sa për një. Nuk besohet më. Domethënë ka një vlerësim sepse ambasadori amerikan shumicën e informacione ka kuptuar nuk e merr më nëpërmjet bashkëpunëtorëve atje, e merr direkt vetë nga burimi që janë dy liderat kryesor dhe nga bisedimet të paktën unë mendoj të hapura dhe sinqerta që zhvillon ambasadori amerikan me dy drejtuesit kryesor të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, ka arritur në konkluzonin që kjo reformë nuk mund të mbyllej dhe pastaj është ndjerë i çuditur që kjo reformë është mbyllur. Pra, ai dhe komuniteti ndërkombëtar mund të kenë të njëjtin perceptim që loja dhe taktikat politike, shkojnë shpeshherë aq larg sa që është vështirë të kuptosh pse zhvillohet dhe gjithë kjo betejë politike, aq më tepër që për ata, se mos për amerikanët duhet kemi parasysh, ju imagjinoni, amerikanët, si thua, këshillojnë, asistojnë klasën politike shqiptare dhe Shqipërinë që të futet në Europë, që nuk është një interesin direkt të amerikanëve, por e shikojnë në një plan tjetër. Mendojnë se një Shqipëri në Europë, një Ballkan në Europë, është një stabilitet më shumë
është një siguri më e madhe dhe një zhvillim dhe në konceptin apo në qasjen globale apo të pozicionit që ka Amerika në rolin e saj në planet, mendojnë që të paktën Evropa, duke përfshirë dhe Ballkanin, është më e sigurt, është më e qetë, është më e zhvilluar, akoma më tepër po të kemi parasysh dhe kontekstin e krizës aktuale. Kurse habiten si ka mundësi që jo vetëm Evropa, por dhe Amerika mundohen ta sjellin Shqipërinë në Europë dhe leadershipi shqiptar bën nga këto lloj taktikat që për ata janë naive, nuk është se si kuptojnë. Pra, zoti Islami, për ju është një taktikë e pastër më shumë se sa një filozofi ndaj një momenti siç është ai i imunitetit, që në një vend si Shqipëria dhe për shkak të perceptimit që ekziston do të përbënte edhe një masë konkrete apo një sinjal, le të themi, për luftën kundër korrupsionit. Megjithëse e përmend edhe një herë zoti Rama qëndron idesë që problemi nuk është imuniteti ligjor, sesa ai ekstraligjor. E kam parë që Rama këto kohë të fundit, mbasi shkruhet një kryerartikull diku në një gazetë, e kthen në tezë të tij, sepse një nga pyetjet që shtrohet me cilë këshillohet zotit Rama, me fjalë, po nuk besoj se e gjitha kjo ka krijuar, thash, gjithë këto qëndrimet e zotit Rama, natyrisht të shprehur edhe nga një pjesë e drejtuesve të Partisë Socialiste, ka krijuar idenë e një e dy fishtash, një paranoje dhe të një alibie për ta zbërritur procesin. Sepse çështja e imunitetit është trajtuar prej 10 vjetësh dhe Partia Socialiste në disa raste ka marrë nismën për të qenë ajo promotore pa e lidhur me asnjë lloj reforme tjetër. Pra, duke mos e kushtëzuar dhe ky lloj kushtëzimi që bëhet për të bërë një kohëshëm imuniteti me një reformë të plotë të kushtetutës. Është alibi për ta zbaritur. Është alibi për ta zbaritur. Zoti Islami, dhe mendoj se Partia Socialiste duhet ta përmbylli dhe nuk ka variant tjetër siç ka ardhur konteksti, sepse nuk mund të pritet një kohë shumë e gjatë për të bërë reforma në drejtësi, sepse ajo mund të jetë një reformë që mund të zgjasë edhe përtej zgjedhjeve. Shtatorin do të mjaftonte. Absolutisht, jo. Mund zgjasë edhe përtej zgjedhjeve të tjera, sepse në janar më tepër forcat politike do të jenë angazhuar në fushatën elektorale të ardhshme me problemet e organizimit të tyre të brendshëm dhe do ketë pak hapësirë për të marrë me reformës në drejtësi që do të kërkonte një konsensus të gjerë, reformë që ka vite që diskutohet dhe reforma në drejtësi për thënë të vërtetën, dhe unë e shikoj mekanizmin e zgjerimit ose daljes jashtë çështjes veçantë të imunitetit dhe lidhjes saj me një reformë drejtësi, shikoj më shumë se si një alibi për ta zbaritur këtë proces dhe për të mos e bërë në radh parë në datën 6, që më duket e parësyetuar dhe do të thoja në kuptimin e marrjes së disa pikave për sa i përket fitimit të statusit të vendit kandidat, nuk më duket shumë e suksesshme. Dhe jam i sigurt që nëse do të dyshtoj data 6 gusht, përgjegjësia do të jetë totale, nuk do të ketë një përqindje 51-49 majorancë opozit, do jetë totalisht përgjegjësi e opozitës dhe do të thoja do të kthehet në një kosto për kryetarin e saj, zotin Edi Rama, sepse po të shikoni jo vetëm Trojka, por në mënyrë të veçantë ambasadori amerikan këto ditë po lëviz me shpejtësi, sepse mendon dhe është i qartë në gjithë analizën që ka bërë procesit që lidhet me imunitetin, se çështja e imunitetit duhet trajtuar veças dhe meqense të dy opsionet, të dy modelet janë shumë afër, janë gati të padallueshëm me njëri tjetrin. Mund të tolerohet nga palët në element caktuar që draftet përafrohen në një draft konsensual. Zoti Islami, vështirë do të ishte të mendoja se përse zoti Rama kërkon ta mbajë këtë kosto, pra të mos marrë statusit vendit kandidat, ndërkohë që mund ta jepte shumë mirë të benefit majorancës, pra ta jepte okejin për çështjen e imuniteteve dhe në rast se statusi refuzoi, atë do të ishte për përgjegjësi të tjera që shkonin përtej çështjes imunitetit apo reformave të tjera të përmbushura. Ka një problem i cili u shpërlos edhe tek reforma zgjedhore. Ka një problem gjatë vitit 2009-2011 ka vajtur shumë larg në veprimet e tij radikale dhe i kanë nxitur qoftë forumet e tij, qoftë votuesit e Partisë Socialiste, me qëndrime që tani erdhi puna regjimin e Berishës, duhet ta rrëzojmë, nuk ka më kohë, do të thonë nuk durohet më, nuk pritet më, dhe e ka shumë vështirë, mbasi ka bërë këtë radikalizëm, ka ndërtuar këtë pritshmëri kaq të lartë për votuesit e saj, për forumet e tij, sepse kjo i duhej për të, si thua,
për të forcuar pozitat brenda Partisë Socialiste, në këtë moment për të shkuar në një pozicion konsensusi, në një pozicion të një zgjidhje të përbashkët, në një pozicion të moderuar, etj. E ka shumë vështirë të kthehet me shpejtësi. Dhe kjo kërkon kohën dhe kostën e tij. Shpeshherë përfaqësues Partisë Socialiste në takimet me ndërkombëtarë thonë që, "Ore, ne jemi dakord ta bëjmë këtë gjë, po na jepni diçka se dua të ruajmë dhe ne faqen." Pra se kanë shkuar shumë larg. Pra çështja e çedimit shndrohet më pas në çështje egoje dhe sedre politike. Shpeshherë ndodh, sidomos kur nuk ka eksperiencë, ndodh ky fenomen që ti nisesh për të bërë një veprim në mënyrë radikale dhe nuk ke një exit strategji, pra nuk ke një strategji dalje. Dhe në momentin që kërkon të dalësh, ose e zvarrit dhe vonon procesin, ose del në mënyrë të shëmtuar, domethënë, dhe kjo kthehet pastaj në kosta. Dhe natyrisht sa më shumë i afrohemi zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, çdo kalim nga një pozicion i gabuar drejt një pozicioni normal, sigurisht që ka kostën e tij. Dhe Rama po paguan praktikisht gjatë gjithë kësaj kohe kalimin në pozicion normal, domethënë nga pozicioni. Po është një njëjtë gabim që bëhet si për 2008-ën, mendohet për kontekstin e momentit dhe nuk mendohet për pasojat që kjo ka, qoftë për pushtetin e nesërm që ngjan më shumë afër se sa në 2008-ën. 2008-ën nuk është kështu. Në 2008-ën, pra në mandatin 2005-2009, Rama nuk ishte në pozicion radikal, domethënë gjërat ishin më të studiuara, mund të kishte në shpejtësi më të madhe se sa ç'duhej për shembull për ndryshimet kushtetuese, por gjërat ishin më të menduara, ishte në opsion alternativ. Gjante pushtetit dhe më afër në 2008-ën, pra besoje që në 2009-ën do të ishin në pushtet, ndërkohë që këtë besim do ta ketë më të lartë sepse mendohet që një qeverisje që është 8 vite në pushtet, rotacioni është më logjik në 2013-ën. Nuk lidhet vetëm me atë që çfarë do ndodhi, po lidhet edhe me atë që ndodhi 2009-2011 e detyroi zotin Rama në mënyrë të veçantë që të shkonte shumë larg në veprimet e tij. Dhe për të shkuar shumë larg, nuk i duhej vetëm qëndrimi i tij personal, nuk i duhej qëndrimi i leadershipit Partisë Socialiste, nuk i duhej vetëm qëndrimi i grupit Partisë Socialiste, por i duhej domethënë një qëndrim më i madh, pra u implikua dhe Partia Socialiste, u krijua ideja që në Shqipëri domethënë po të kemi parasysh të gjithë ngjarjet deri te ngjarja e 20 janarit, domethënë që këtu ka një konflikt të thellë, domethënë social për shkak të zgjedhjeve të 2009-s. Tani, në momentin që i ke mbushur mendjen dhe kanë ardhur në mënyrë masive votues në 21 janar, dhe tani duhet me regjimin lindor, me regjimin që edhe sot thuhet duhet ndërtojmë një aleancë kundër regjimit, pra me regjimin me tjerë, jenë situatë paradoksale. Pra ti u dashke me këtë regjim, njëkohësisht të bësh dhe konsensus. Pra u dashke të bësh dhe një reformë konsensuale. Pra nuk është shumë e lehtë të shesësh nga njëra anë që ketë bësh me një regjim që duhet përmbysur, bile në blogjet e disa gazetave ku ka njerëz aktiv dhe të organizuar. Se me thënë vërtetën, ajo është i organizuar qoftë nga brenda gazetës, qoftë nga struktura rreth Partisë Socialiste. Zgjedhje, PR, komunikimi? Natyrisht, zgjedhje. Këtu, pastaj për të kaluar në opsionin e konsensusit, është shumë e vështirë. Edha për reformën zgjedhore. Që ngjante gati e paimagjinueshme. Në kushtet e një krizë fort besimi, duke cituar ambasadorin amerikan, i cili sigurisht kishte vënë bast dhe kishte humbur dy herë. E tha me shumë elegancë, domethënë ambasadori amerikan, se ambasadori amerikan e dinte që do bëjë reforma zgjedhore, besoj, po e tha në mënyrë të tillë që kishin shkuar aq larg sa që unë edhe basin me vet. Rama tregon që ditë jap konsensus. Çështja e reformës zgjedhore është tjetër besoj, sepse ka një afat që duhet të përmbyllë reforma zgjedhore dhe nëse nuk përmbyllë reforma zgjedhore, ajo do mbetet ashtu siç ishte. Në fakt, me ndryshimet që bën reforma zgjedhore, Partia Socialiste përmirësoi pozicionin e saj që mëtonte se kishte humbur me ndryshimet që bën kodit përpara zgjedhjeve të përgjithshme 2009-s. Nga këndvështrimi ndërkombëtar, por jo vetëm, krijimi i një konsensusi gjithmonë është pozitiv. Sepse ata mendojnë siç mendon elektorati i tyre. Sepse kur ka një konsensus, mendojnë se qetësohen gjakrat dhe qetësimi i gjakrave nuk lejon që konflikti politik të shkojë shumë thellë. Sepse po që se konflikti politik shkon shumë thellë në shoqëri, domethënë ai mund të kthehet në një konflikt social, në një konflikt shumë më të madh se sa një grindje që ndodh në Parlamentin shqiptar midis majorancës dhe opozitës. Ata duan që konflikti ose debati, më saktë të themi, të ndodhi vetëm në Parlamentin shqiptar, brenda institucioneve. Nuk duan që ky debat të kthehet në një manifestime të mëdha përpara kryeministrisë, ku organizohen policët për të mbrojtur
dhe nga ana tjetër organizohen forcat opozitare, kështu me radhë, për qëllime politike, sepse për qëllime sociale, për pensionet, etj, për gjëra tjera, është e natyrshme. Vështirë, politika ja ka hequr nervin. Dhe në këtë kuptim, ata, domethënë, sa herë që ka një konsensus, ndjen të lumturuar që ndodh ky konsensus. Për mua ky është një konsensus si karakterit psikologjik, qoftë që shikojmë në thellësi, dhe ata që kuptojnë dhe janë shumë pak veta që kuptojnë amendamente. Ju jeni një ndër njerëzit që kuptoni shumë mirë. Sigurisht, domethënë se mjafton ti lexosh, nuk ka nevojë në inteligencë. Po keni hartuar edhe një pjesë të rëndësishme të pjesës duhen bërë dy gjëra. Sistemit kaluar. Duhet vetëm lexuar dhe duhen krahasuar me çka që më përpara me fjalë dhe me standardet, është gjë shumë e thjeshtë. Në këtë krahasim që bën Kastrioti Islami? Në këtë krahasim po them konkluzionet në formën e një parashikimi. Kryetari i arshëm i KQZ-s do jetë një personazh që do ketë mbështetjen e maxhorancës aktuale. Pra do jetë po njëjta gjë që ndodhi edhe me KQZ-n e më përparshme, sepse nuk ka asnjë lloj formule tjetër kur bëhet fjalë për një komision qendror zgjedhësh i përbër nga anëtar që vinë nga partitë politike, pra që quhet partisanship composition, pra me një përbërje partizane. Pyetja e dytë që shtrohet kur ka një komision me përbërje partizane është kush e ka, cila forcë do ta ketë maxhorancën. Dhe përgjigja kësaj është dhënë, ka 21 vjet që bëhet ky debat, përgjigja është dhënë dhe për fatin e keq të opozitës aktuale e ka dhënë ish opozita, e ka dhënë vetë zoti Berisha në 2004 ka thënë kryetari i KQZ-s ju takon ju që jeni maxhorancë, unë jam opozitë, unë do ta marr kur të jem në pushtet. Pra nuk mundet që edhe kur je në opozitë, edhe kur je në pushtet ta kesh ti kryetarin e KQZ-s. Dhe natyrisht kjo do ndodhi, pavarësisht sofistikimit, pavarësisht dhe filtrave që janë shtuar për të mbritur deri aty. Pavarësisht filtrave tjerë, por në thelb, domethënë nuk mund të ketë asnjë lloj mekanizmi, sado i sofistikuar të jetë, që të prishi këtë kriter, pra këtë raport që maxhorancës i takon kryetari i KQZ, sepse ka më shumë përgjegjësi në këtë lloj sistemi të administrimit zgjedhjeve, ku ke maxhorancën dhe opozitën në përbërje të KQZ-s. Shtrohet problemi kuj do i përkasi atij grupimi që ka përgjegjësinë më të madhe. Dhe përgjegjësinë më të madhe e ka konkretisht maxhoranca. Kështu që parashikimi im është ky dhe publiku do ta kuptojë. Jemi po aty ku ishim. Jemi aty ku ishim. E dyta është çështja e dy antarëve të KQZ-s. Vetëm janë sofistikuar frazat për ta kuptuar sa më pak veta se çfarë ndodh me të famshën hapje kutive. Kur ka dyshime për pra, në qoftë se nuk ka prova, dhe kjo është zgjidhur pikërisht në një nen tjetër, ku detajohet shumë mirë çfarë quhet provë, dhe prova duhet vi nga KQV-ja për materialet zgjedhore, pra në qoftë se nuk ka prova në momentin që është mbyll kutia ose është zhvilluar zgjedhjet në një qendër votimi dhe kur është mbyll kutia e qendrës votimit, nuk ka prova të shënuara, të firmosura, ky antari këtu nuk mund ta bëj këtë kërkesë për hapjen e kutit. Pra nuk mund të ketë. Pra jo për dyshime. Pra nuk mund të hapen kutit për dyshime. Nuk mund të hapen. Pra, ta themi në mënyrë më të qartë, në kodin zgjedhor janë zbardhur vendimet e kolegjit zgjedhor kur Partia Socialiste kërkonte hapjen e kutive. Pra, të mos mashtrojmë ose mos rrishim prishmërinë e elektoratit që rradhës tjetër do hapen kutit, kur ne nuk kemi asnjë provë, vetëm kemi dyshim, unë mendoj te kjo kutia në filan vend, unë kam një dyshim të hapen. Absolutisht jo. Është e shkruar shumë e qartë dhe unë po flas, nuk fola para se të miratohej kjo, sepse e kisha parë draftin para se të miratohej, po flas tani që është miratuar drafti. Është sigluar, është zhvillosur. Është sigluar, është zhvillosur, i mbetet zoti Rama vetëm në vitin 2013, mbas atyre thotë ju kërkoj falje për gabimin tjetër të radhës që unë mendova se kjo kutit do të hapeshin. Kutit nuk hapen. Është çështje paremodhe që lidhet me legitimitetin e zgjedhjeve. Në asnjë vend të botës nuk hapen kutit pa pasur prova dhe pa pasur absolutisht si thua një proces ku ti vetë ke evidentuar të gjithë parregullësitë dhe kërkon mbi bazën e saj të hapësh kutit. Meqense koha më shtrëngohet dhe jemi tek reforma zgjedhore. Dhe dy tjerat janë çështjet të teknologjisë që vazhdoj të kem qëndrimin që në qoftë se nuk ka besim për metodat klasike
të numërimit, zhvillimit zgjedhjeve. As teknologjia nuk shëron dot patologjit. Sigurisht, teknologjia vetëm mundet ta rrisë pas. Ta rrisë këtë mungesën e besimit, sepse teknologjinë e njohin vetëm 5 veta. Radhës tjetër rrezik do kërkohen të hapen kompjuterat. Ose të gjenet virusi. Edhe kjo është avancimi i teknologjisë, gjua, kështu do të evolonte. Zoti Islami, është dhe një moment i rëndësishëm për cilin jeni njohur si shkëlqyer, është çështja e sistemit. Edhe në 2008, kur u diskutua për këtë sistem proporcional, atëherë pyetja pse nuk u bë kombëtar, po bë rajonal, ne kemi analizuar dhe nuk dua të rikthehem. Sërish sistemi nuk u prek. Partitë e vogla, koalicionet opozitare shohin këtë si një arsye ndarje me Partinë Socialiste. Sa e penalizon kjo të majtën për zgjedhjet e ardhshme? Unë e kam analizuar me gjatë gjithë kohës, kam dashur të jemi qetë gjatë saj kohë, sepse shkruar ideja që ky sistem i konceptuar nga unë, domethënë është bërë qëllimisht për të penalizuar partitë e vogla ose lidhje. Ju është faturuar kjo gjë. Dhe qëllimisht e kam lënë këtë përplasje midis liderëve të partive të vogla dhe zotit Rama për ta zhvilluar gjatë gjithë saj kohë. Mbas zgjedhjeve të 2009-s, pra për të kuptuar ata vetë se cilat janë mundësitë e zgjidhjes me zotin Rama pa këshilltarin Kasirot Islami. Dhe në këtë kuptim, ata tani kanë kuptuar, besoj, se çështja nuk është çështje e sistemit. Zoti Rama kishte dy mundësi, ose të mos bënte këtë sistem, dhe të rinte sistemi që ishte, dhe vetë partitë e vogla të ishin prezente në parlament, dhe parlamenti shqiptar kishte 18 parti, dhe për të bërë një koalicion do t'i duheshin 8 deri në 10 parti për të ndërtuar qeverisjen e Stabiliteti i qeverisjes bëj sfidoi fort. Dhe kjo është një nga pyetjet e para kur dezinjohet, pra kur formësohet një sistem i ri, kërkon një sistem që garanton qeverisje të qëndrueshme apo një përfaqësim politik të gjithë partive politike që janë spektin shqiptar. Dhe në këtë kuptim, atëherë është zgjedhur një sistem elektoral që prodhon një konfiguracion politik me 4 deri në 6 parti. Kjo është përgjigja në atë kohë. Pra nuk ka qenë qëllimi as të ngelet me 2 parti, as të eliminojnë LSI-a që thuhet shpesh, as të eliminojnë partitë e vogla, po të kthehet në një sistem i konsoliduar me 4 deri në 6 parti. Atëherë çfarë ngeleshin për partitë me dimension të vogël, sepse do të kemi parasysh dhe një gjë, po të merren rezultatet e 2009-s, përveç 3 partive, PD, PS dhe LSI, asnjë tjetër nuk e ka kaluar pragun 2.5%. Pra edhe po të ishte një sistem proporcional kombëtar me 2.5% prag, do ta kishin të vështirë që të hyjnë në parlament. Nuk do ishin futur, të paktën po të marrim rezultatet e 2009-s. Tani çfarë mbetet? Sepse pjesa e sistemit, unë isha i sigurt, e kam thënë, isha i sigurt që zoti Rama nuk do ta ndryshonte sistemin. Sepse nuk e do ta ndryshojë sistemin, sepse ky është një sistem që prodhon 4 deri në 6 parti. I është përgjigjur një herë kësaj pyetje në vitin 2008, i është përgjigjur zoti Rama, i është përgjigjur gjithë Partia Socialiste, i është përgjigjur Partia Demokratike. Pra nuk ka qenë një ide e imponuar e juaj, zoti Islami, në këtë këndvështrim kur diskutoi për sistemin ndaj lidershipit socialist. Nëse unë do isha mjeshtër kaq i madh, domethënë ata zë kisha lejuar të më përjashtonin, e kupton. Nëse unë isha imponuar, domethënë do të kishin arsye shumë të qëndësishme. Kështu që atyre praktikisht zotit Rama, zotit Berisha, Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Partisë me dimension mesatar LSI, por sigurisht që ky sistem i konvenon. Dhe ato përbëjnë spektrin më të madh politik në vend. Zoti Rama thatë ju nuk do ta ndryshonte dhe kishte të bindje. E kisha. Tani po në analizimin e arsyeve se çarsye lanë opozitë zotin Rama në vitin 2009, pyetja mbetet aktuale dhe për 2013. Ka një zgjidhje tjetër, zgjidhje që ka bërë zoti Berisha. Që? Pra, nëse zoti Rama nuk do ndryshojë sistemin, dhe tani shumë shpejt ju do dëgjoni kërkesën tjetër të partive aleate, tani kërkonin ndryshimin e sistemit, e shumë e rratë, atëherë do filloj kërkesa dhe njëkohësisht kërcënimi i partive të vogla, ose na futnin në listë, pra dalim me koalicion të përbashkët, ose me listë përbashkët. Pra neve që jemi aty, nëse do të fitosh, do t'i mbushin mendjen nëse ti do të fitosh, na fut në listë përbashkët. Ose përndryshe ne do krijojmë një pol dhe me votat që do marrim, në fjalë nuk do të lejojmë, domethënë po të se kërkesa e parë nuk është bërë, po është artikuluar e dyta, pra krijimi një poli, nuk është thënë çështja e listave, ka filluar nga shantazhi, nga kërcënimi që brenda në takime, në negociata jam i sigurt që ka kërkuar na jep njëtin model që ndodhi praktikisht me G99, siç ndodhi me liderin G99, la 99
dhe u fut në parti, pra u fut në listën e përbashkët PS-s, po të njëjtën gjë do kërkojnë rrezik një pjesë e liderëve ose një formulë me koalicion të përbashkët. Edhe këto e kam përshkruar në disa artikuj. E favorizojnë kjo përsërit majtë në koalicionin e majtë dhe ja zhbën arsyet e pamundësisë për të siguruar fitoren, megjithëse ishte një parti me më shumë vota? Pra, në qoftë se kërkon të qetësohet paktën rrethi i dytë, sepse ka 3 rrath që duhet bëj unifikimin e të majtës për Partia Socialiste. Rrethi i parë është bashkimi me LSI-n. Pa bashkim me LSI-n, edhe në vitin 2013, unë nuk mendoj se mundet e majta të ketë aq vota pa LSI-n për të mundur të djathën ku LSI-a do të mbetej e detyruar të bënte koalicion. Pra LSI-a është një faktor që është një faktor përcaktues edhe në zgjedhjet e vitit 2013, pavarësisht naiveve apo atyre njerëzve të eksituar në përblogje që përshkruajnë që LSI-a është e mbaruar, LSI-a nuk ekziston më, nuk e do një ditë. Jo, Zoti Rama ja ka dhënë një shans të mirë LSI-s me zhvillimet para presidenciale. Zoti Rama, por jo vetëm, por edhe një pjesë e leadershipit janë të ndërgjegjshëm tani për dimensionin që ka LSI-a dhe janë të ndërgjegjshëm për historinë e zgjedhjeve të 2005-s, 2007-s, 2009-s, 2011-s. Për rolin e saj përcaktues në mënyrë të veçantë 2011-a, ku LSI-a testoi dhe në aspektin elektoral marrëveshjen me Partinë Demokratike, e cila funksionoi jo keq ose për të thënë mirë. Në këtë kuptim LSI-a është një forcë përcaktuese për zgjedhjet e ardhshme dhe nuk mund të ketë bashkim të të majs, pra nuk mund të ketë fitore të Partisë Socialiste pa bashkim me LSI-n. Kjo është komponenti e parë dhe më rëndësishme, le ta themi në një fjalë më popullore, copa më e madhe që e kthem PS-n në fituese të zgjedhjeve. Momenti i dytë është një marrëdhënie me aleatët. Meqenëse nuk u ndryshua sistemi dhe PS-ja pavarësisht taktikave, po unë kam takuar edhe një pjesë të liderëve të partive të vogla, pavarësisht taktikave mediatike apo publike të tjera, Zoti Rama ishte i prirur dhe i bindur post më dhe ndryshuar sistemin, sepse nuk e dinte se si, nuk e kontrollonte më sistemin. Në qoftë se të gjitha aleatët vet do futeshin vet në parlament. Dhe çfarë produkti do të silte? Në qoftë se do bëj sistem proporcional kombëtar, dhe në qoftë se Rama do ta pranonte sistemin proporcional kombëtar, atëherë mendoj që partitë e vogla do futeshin vetë në parlament me 1 ose me 2 deputet. Atëherë në qoftë se nuk e bëri me këtë mënyrë, do ta bëj me koalicion me një bluzë, pra bëhet me një koalicion jo të përbërë, por me një koalicion unik. Atëherë duhet i fusi brenda listës vet. Pra, në qoftë se nuk i futi dot nëpërmjet sistemit proporcional kombëtar, duhet i fusi, pra në qoftë se Rama ka qëllim liderat e tyre t'i fusin në parlament, atëherë kishte 2 mënyra, o të ndryshonte sistemin dhe ata do t'ia dinin, si thua, vetvetes. Kjo nuk bëse se është primarja, futja e tyre në listë se sa maksimalizimi i votës që do të mund të jetë. Mi pra, por në qoftë se ata do të shkojnë në një koalicion ku ka sherrë, ku ka zhurmë etj, ku ka krijimi një poli, ky poli që nuk bie dakord me PS-n e kështu me radhë. Për sfidojët kohezionit, troç. Kurse në qoftë se do shkojnë në një koalicion, domethënë me një bluzë, pra në një listë unike, të paktën zhurmat shuan dhe çfarë çështja e motivimit, pastaj që është çështje edhe ajo e komplikuar, pra. Po që do donte një emision më vete. Pra, do jenë të motivuar liderat mbasi qetësohen për vete. Dhe janë të sigurt që hyn në parlament. Dhe hyn në parlament dhe qetësohen duke qenë në një pjesë të mirë, në një pozicion të mirë të listës, dhe çfarë bën pjesa tjetër e partisë kur lideri e rregullon për vete punën e tij dhe është deputet, por pjesa tjetër nuk dihet se çfarë ndodh me nënkryetarin e partisë, me sekretarin e përgjithshëm. A do të mund të tërheq pa aq shumë vota? Çështja e motivimit, pra, a do jenë të motivuar ata për të tërhequr vota, pra nuk mjafton që të rregullohet lideri në listën e kësaj, dhe problemi më i vështirë është a e dëshiron Rama, sepse këto të gjithë, këta do kërkojnë të jenë ministra. Pra këto janë pjesë e qeverisë, pra Rama duhet në një listë unike duhet konceptoj jo thjesht bërjen e tyre deputet, po do të ndaj pushtet. Dhe të ndaj pushtet. Pra, çështja thelbësore e zotit Rama, e ndryshme nga zotit Berisha, është do të ndaj pushtet zoti Rama apo jo. Dhe kjo pastaj shkon tek rrethi i tretë brenda Partisë Socialiste. Pra, është Partia Socialiste e qetësuar, e organizuar në hierarki vlerësh dhe kontributash dhe e motivuar të gjithë. Unë po ju them nga ato që takoj me fjalë, përveç 3-4 vetave në Partinë Socialiste, të tjerë nuk e dinë se çfarë do ndodhi me secilin prej tyre në vitin 2013. Mbajnë kontaktet zoti Islami. Po natyrisht mbaj kontakt me të gjithë, sepse marrëdhëniet shoqërore, miqësore, njerëzore me ata janë po ato që kanë qenë. Dhe të njerëzve që mund të rigjenin sërish apo që jo, nuk po flasim për aspektin politik.
kjo është çështje tjetër. Po flas marrëdhëniet njerëzore, sepse marrëdhëniet njerëzore unë i kam dhënë me Partitë Demokratike, me partitë. Sigurisht, edhe kjo do na duaj. Edhe kjo do na duaj, po nuk mundet për një politikan që ka një po që të bëja një diversion për të marrë edhe filozofinë që ka Kastrioti Islami për qasjen e vet ka shizirë 2013. Duhet them këtë gjë që janë të gjithë pasigurt. Janë të pasigurt për fitoren, sepse nuk ka bashkim të Majdes, janë të shqetësuar që aleatët vazhdojnë bën zhurmë dhe nuk janë në një format, në një formulë inteligente që i sjell ata të motivuar për fitoren e Majdes, dhe e treta, secili për veten e tij është i pasigurt se çfarë do në Partitë Socialiste. E gjithë kjo e bë gjithë këtë repart të madh në një situatë totalisht pa motivuar, minimalisht, për të mos thënë më shumë se sa kaq. Dhe kjo vjen për shkak të një elementi shumë të rëndësishëm që nuk mendohet se si mund të fitohet një majorancë dhe mund të bashkëndahet pushtet me gjithë. Historitë dhe retorika për publikun që ne nuk mendojmë për bashkëndarje pushteti me aleat ose me forca tjera për shkak morale, po ne jemi për interesin publik, kjo është një gjë që nuk është shumë afatgjatë, për të mos thënë as afat mesme, bile tani as afat shkurtër, njerëzit nuk janë naiv, nuk është se si kuptojnë gjithçka çfarë ndodh në Partinë Socialiste. Zoti Islami jeni një njohës i mirë të Majtës dhe gradualisht biseda eci avancoi dhe hym në një terren në cilin unë do të kisha dashur të bënim një analizë edhe më të zgjeruar, qoftë për hir të rolit që ju keni luajtur përgjatë viteve të qeverisjes Partisë Socialiste, por edhe të opozitës së saj, po qoftë edhe për të kuptuar më shumë lidhur edhe me qasjen që do të keni ju gjatë zgjedhjeve të 2013-s, ku me që kuptova edhe në kryet bisedës më letë kuptoj që do të pushoni një herë më pas do t'i lejoni vetes të vendosni. Kështu që nuk po bëj këtë pyetje, nuk po harxoj për të marrë një përgjigje evazive. Zoti Islami, unë do të kisha shumë dëshirë që edhe në një takim, edhe në një ftesë të radhës flisnim pak për të Majtën, dhe jo vetëm në Shqipëri, por çfarë po ndodhet me të Majtën europiane, një diskutim më i gjerë i cili kalon kufit e Shqipërisë. Ishte kënaqësi t'ju kisha në studio. Faleminderit. Nderuar teleshikues, isha me zotin Kastrioti Islami në këtë bisedë për zhvillimet më të fundit politike në vend. Ju falenderoj të gjithëve që keni ndarë me ne minutat e informimit në hapësirën qendrore. Vijoni në qendroni shoqërinë e ABC News nëse doni të informoni për zhvillimet e rëndësishme të kësaj dite dhe për titujt e shtëpit për ditën e nesërme pas mesnatë. Bashkë mirupafshim.